nga bota e tretë. Prandaj për këtë korridor histeria ka filluar qysh kur u shpall si projekt. Dhe them të drejtën, për të qenë sinqert, shqiptarët asnjëherë nuk do të kishin mundur ta ecin përpara këtë projekt. Por ky është një fat i yni që korridori 8 është një projekt strategjik, geostrategjik, i cili shtyhet përpara nga pjesa nga miqtë tanë amerikanë, po edhe nga NATO, do të thotë për ta lidh këtë pjesën e detit nga Shqipëria deri në Bullgari. Dhe ju e pat shumë mirë para një muaji kur ishte shpallë tenderi në portin e Durrësit dhe reagimi që erdhi nga kreu i dhomës shqiptar-amerikane, Grant Van Sleep, që duke i qartë se ka marrë instruksione nga Departamenti i Shtetit dhe që kërkonte taksativisht që ky port mos të realizohet ky projekt që ishte planifikuar, po të jetë shumë më i madh, në mënyrë se portet bëhen, do thotë, një herë në shekuj, nuk bëhen çdo ditë. Dhe ky port duhet me anulimin e tenderit edhe me deklarata ndoshta për ndryshimin e nyjes e trajektorës në Maqedoninë e Veriut, ju shikoni diçka ndoshta më të gjerë se sa një deklaratë politike nga Miskovski, por për devijimin e flukseve. Absolutisht. Po, këto janë të ndërdhëzura, pasi që interes i disa çarsheve është që të sabotohet korridori 8 në favor të korridorit 10. Do në korridorin 10 kemi interesin grek, serb, për të vazhduar fluksi i mallrave nga Greqia për në Evropë, dhe pasi këtu ndërlidhen edhe interesat e kineze dhe ruse, pasi dy portet kryesore që i furnizojnë korridorin 10, porti i Pireus dhe Selanikit, tashmë është në pronësi kineze dhe ruso-greke nga Ivan Sanidis, quhet ai pronari i portit të Selanikut. Madje vetëm një vit më parë amerikanët kanë bërë ofertë për ta blerë portin e Pireus, por kinezët ja kanë bërë me të ditur se nuk është në shitje. Dhe këta e mbajnë pastaj në kontroll këtë korridorin 10. Prandaj korridori 8 duhet të jetë alternativë nga korridori 10, do thotë të kalon nga pjesa e Shqipërisë në Maqedoni, Bullgari dhe pastaj fluksi i mallrave të vazhdon në Evropë. Kjo pjesa ekonomike gjithashtu është pjesa edhe geostrategjike, ushtarake, e cila do të bëjnë edhe bartjen e trupave shumë më lehtë të NATO-s nga njëra anë në tjetrën për në detin e Zi. Ndërkohë që ne kemi edhe përveç kësaj shtyllën e tretë që është pjesa e integrimit, që edhe kryeministri e tha pak ditë më parë që se ka ndërmend që të miratohet ato ndryshimet kushtetuese që kërkon Bullgaria, por kemi parë që në ditët e fundit ka qenë mjaft aktiv edhe zëvendës kryeministri, e ministri i transportit një herësh, duke përfshirë dhe Shqipërinë në deklarata. Pra, janë të papërshtatshme në disa momente, ndoshta e kanë kaluar dhe kufirin. Ai është era e dytë apo e tretë që aludon dhe jep mendim se Shqipëria nuk do të jetë pjesë e BE-s, dhe aludimi i tij me sa shifët është për shkak se Shqipëria është një vend shumicë me popullat muslimane dhe e ka theksuar atë, dhe mendon se për këtë arsye Shqipëria nuk do të bëhet pjesë e BE-s. Sot apo dje e dha edhe një këtë deklaratë, po tash pak më të balancuar e dha, dhe i futi aty edhe Malin e Zi dhe Serbinë, dhe mendimi i tij ishte se edhe ata nuk do jenë pjesë e BE-s. Mirë po, këtu fshihet kjo është vetëm një pretekst, një interpretim i tyre për ta arsyetuar bllokimin që ja bëjnë ata vetë rrugës drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka qenë një projekt i vetëm që na ka bërë bashkë shqiptarët dhe maqedonësit, dhe ishte një farë ideje për të ardhmen, do thotë, e cila na bashkonte të gjithë. Dhe viteve të fundit, për shkak edhe kësaj propagandës dhe deklaratave të vazhdueshme, ka filluar edhe të palë maqedonëse të bjen entuziazmi për Bashkimin Evropian, dhe mos të jenë edhe ata aq të prirë për të integruar në BE. Madje ndoshta edhe një për arsyet është se ata madje me shumicë kanë marrë pasaporta edhe nga Bullgaria apo edhe nga shtete tjera, dhe
kur kanë nevojë, ata po kanë mundësi që të bëhen qytetarë të Bashkimit Evropian. Ky drejtim sot është duke u dëmtuar nga qeveria, thonë qëndrimi i BE-s ka qenë i qartë se duhet të ndërmarrim hapin e ardhshëm që është i nevojshëm për të bërë hapjen e negociatave. Do thotë për t'i miratuar ndryshimet kushtetuese, për cilat edhe ne si shtet jemi zotuar. Dhe për të thënë të drejtën, ky ndryshim kushtetues, nëse shef nga ana logjike, më së shumti i konvenon pjesës palës maqedonase, pasi nëse njihet një minoritet bullgar në shtet, do të thotë se po e veçon shumicën palën maqedonase, do nga aspekti etnik nuk ka logjik mos të miratohet ky ndryshim kushtetues. Pasi gjatë kohë ato kanë pas konflikt me anën bullgare për shkak etnisë dhe pretendimeve të bullgarëve se maqedonasit janë etnicitet i krijuar shumë vonë dhe gjëra të tilla. Prandaj këto ndryshime kushtetuese janë në të mirë janë në interes të vetë maqedonasve, por nuk po bëhen për shkak se nuk duan ta vazhdojnë rrugën për në BE. Sikur ekziston një frikë nga ana e tyre se nuk dëshirojnë ta japin një pjesë të autonomisë, një pjesë të autonomisë ndaj shtetit, do të thotë se kur të hysh në BE, pastaj duhet të respektuar, duhet të harmonizuar ligjet dhe një pjesë të autonomisë i delegohet Bashkimit Evropian. Dhe si duket këto kanë frikë ta bëjnë atë, kanë frikë të hapen. E kanë gjithmonë atë frikë se dikush do a merr shtetin dhe se është shteti i tyre. Dhe si duket edhe dominancën e tyre ekonomike dëshirojnë ta ruajnë. Pasi në këtë formë ata kanë dominancë ekonomike dhe nëse i sheh gjitha parametrat vazhdojnë ta mbajnë dhe vazhdojnë të punojnë që ta mbajnë këtë dominancë ekonomike në shtet, në dëm të palëve tjera, po edhe në dëm të gjithë qytetarëve. Edhe qytetarëve të rëndom, pasi nëse dhe jo vetëm shqiptarëve, se nëse zhvillohet pjesa perëndimore, kjo në vetvete do të thotë se do zhvillohet edhe gjithë shteti. Dhe nëse i sheh edhe numrat, rritja e bruto prodhimit vendor, nëse i krahason me Shqipërinë para 30 viteve, Maqedonia ka pas bruto prodhim vendor më të madh se Shqipëria. Dhe sot jemi gati se gjysma e asaj që ka Shqipëria. Dhe besoj që ky trend do vazhdoj se nuk ka vizion dhe nuk kanë çka të kapemi, nuk kemi vizion të përbashkët, do thotë, nëse miremi me gjërat të këtilla çdo ditë, të cilat duhet të kishin qenë të përfunduara në të kaluarën, do stagnojmë, do vazhdojmë të stagnojmë. Kam dhe diçka të fundit, prapë do ta lidh me studentët, por ju a shikoni një frymë të re përtej BDI-s edhe vlenit tek të rinjt edhe pjesë të ndryshme të shoqërisë që ta çojnë më përpara, ta bëjnë atë që nuk e bën prindrit tuaj pra ta arrin ata. Sepse polarizimi është i madh. Jo, o do jesh me BDI-n, o me Ali Ahmetin, ose me pjesën e vlenit që edhe ajo thuj sa andej ka dalë për të mos thënë e gjitha, e njëjta gjë. Pra nga do që rrotullohesh po aty, ka diçka të re? Po, shive, siç e theka edhe në fillim, mendoj që kjo lëvizje e studentëve është një indicje se të rinjt kanë mendim ndryshe dhe se nuk janë pjesë e konstelacioneve të vjetra. Më e rëndësi është pjesa e mendimit, i cili përgjatë kohë është diktuar edhe nga mediumet maqedonase, por ka qenë edhe koha tjetër, para 30 viteve burim të vetëm informimi, gjithë qytetarët kanë pasur disa kanale televizive. Pastaj me anë të disa titujve shkencor ti ke kujtuar se ata me të vërtet kanë aq dije sa që kanë pretenduar, do të thotë, kur ka dalë një profesor doktor do të thotë i ka stigmatizu pjesën shqiptare, të cilat kanë pas probleme edhe me arsimimin edhe pjesë tjera. Unë të them të drejtën, shoh një lëvizje dhe besoj që e ardhmja do jetë e ndritur me një rini të tillë, pasi kjo rini edukohet,
nga kultura e rajonit, do thotë edukohet dhe shohim edhe emisione televizive, edhe pjesën kinematografike, edhe pjesën e showbizit nga Shqipëria dhe Kosova, por të drejtën shembull edhe pjesën e analizave politike, do thotë tash jemi me një treg global dhe në gjithë kjo ndikon që pjesa e shqiptarëve të jetë edhe më e ngritur, sidomos te pjesa e rinisë, që nuk e kanë atë propagandën të mbjellur në mendjet e tyre siç kanë mund ta kenë edhe gjeneratat më të vjetra. Po, e ndjeni apo të Tiranës edhe të Prishtinës? Absolutisht, po, i ndjekim dhe besoj se gjithë qytetarët. Më shumë mbështetjen e kanë fjalën edhe në këto momente. Për mbështetjen edhe aty desha të fokusohem ndoshta 1 minutë 2. Është hera e parë që e ndjejmë kaq afër mbështetjen e Shqipërisë këtë periudhë. Mund të jenë arsye të ndryshme, mirëpo kjo është gjëja shumë e mirë që ka ndodhur, dhe nëse duhet do ta mbajmë shembull edhe BDI-n edhe më gjatë në opozitë, por kjo mbështetje që po vjen tash nga Shqipëria është shumë domethënëse dhe shumë e duhur, që është dashur edhe më herët të bëhet, po sigurisht edhe Shqipëria ka pas problemet e veta pas tranzicionit, jo 97 dhe ndrimi nga një sistem në tjetër, por ajo që po ndodh tash edhe me ambasadorin Denion Mejdani, po edhe me fokusin që gjithë Shqipëria po ja jep shqiptarëve të Maqedonisë, është gjë shumë e bukur dhe shpresoj që mos ndalet asnjëherë dhe kemi pas nevojë për një përkrahje të tillë. Kemi nevojë për përkrahje te studentët për shembull. Nuk i kushton asgjë qeverisë shqiptare që të stipendoj 100 studentë në vit nga ky vend të vinë në Tiranë dhe mos ngelet pjesa kulturore e zbrazët, po të mbushet nga ideologji të ndryshme, po të vi nga Shqipëria, nga Kosova. Dhe shpresoj që edhe Kosova do të bëjë të tillë, dhe me Kosovën kemi edhe afërsi familjare shumë të tepër për shkak se kemi jetuar gjatë kohë me një shtet dhe edhe dhe andej vjen përkrahja, po siç thash, ndonjëherë edhe interesat politike të momentit e përcaktojnë përkrahjen e Kosovës dhe Shqipërisë, po do kishim dashur ne si qytetar këtu që mos të kemi një politikë më të unifikuar nga dy shtetet tanë, nga Shqipëria dhe Kosova, sidomos kur bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Preshevës dhe në rajon. Dhe kjo vërehet shumë mirë tek turqit shembull në këtë vend. Pasi që kanë një shtet shumë të fortë, Turqinë, që i rinë bazë dhe janë jashtëzakonisht të avancuar ata edhe në institucionet, edhe gjatë pjesës ekonomike, financiare, janë jashtëzakonisht të fortë në vendin tonë. Prandaj një Shqipëri e fortë dhe një përkrahje e fortë nga shteti është shumë domethënëse. Dhe inkurajoj që të vazhdoj edhe me tempo edhe më të madhe, se që është bërë deri tash. Duke uruar që kemi sa më shumë edhe sa më shpejt shembuj pozitiv dhe ndryshim që mund të sjellin studentët aty dhe me lëvizjen e fundit, Suat më falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që herë të tjerë flasim për arritje që ndoshta të jenë të konkretizuara, siç e tha, jo vetëm letër tani në korniza, por edhe në praktik. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Besoj që kjo lëvizje e studentëve ka dhënë optimizëm dhe pozitivitet për gjithë shqiptarët, kështu që kjo ka qenë një bisedë pozitive kur lidhet me këtë protestë të studentëve. Kështu që faleminderit të juve për ftesën. Studentët kanë frikë gjithë dhe nga aty nis ndryshimi, kështu që të falenderoj. Faleminderit.